Nesër do na merrnin qaf fëmijët me këtë ligj që keni bë. Ja ku e ke shembullin, urdhë. Ja ku e ke. Ja ku e ke. LGBT-ja pra, më futit e Këtë do bëni me fëmijët ta nesër, prandaj ky ligj duhet kundërshtu. Në gjimnaz dhe më premtuan që do më fusni në shkollë. Ja ku e ke. Më lanë në vitin 2018, mos gaboj, unë isha 14 vjeç. Ishte kjo deklarata e Luanës dhënë në Euronews Albania në emisionin Review ku po diskutohej ligji për barazinë gjinore. Rrëfimi i saj ka ngjallur një debat të madh publik ku figura të njohura publike kërkuan që ajo të merret në mbrojtje nga policia duke e konsideruar dëshminë e saj si një zbërthim të agjendës LGBTIQ+. Menjëherë pas kësaj ka ardhur dhe reagimi i qendrës Streha për Euronews Albania, e cila sqaroi se Luana Myrto është ndihmuar nga organizata për 3 vite dhe se vendosja e saj në qendër ka qenë pjesë e një procesi institucional për mbrojtjen e personave në rrezik. Luana nuk është marrë nga familja dhe futur në qendër, por vendosja e saj në shërbim ka qenë rezultati një vendimi të institucioneve shtetërore për mbrojtje emergjente. Në atë kohë ajo ishte 16 vjeç dhe në situatë lartë rreziku. Saktësojmë se strehimi ishte i përkohshëm dhe përjashtimor, pasi qendra Streha është e specializuar të punojë vetëm me individ mbi 18 vjeç. Ne i qëndrojmë me rigorozitet të gjitha procedurave të ndjekura në menaxhimin e rastit të Myrtollarit dhe ftojmë prokurorinë dhe organet e ndjekjes penale të nisin menjëherë hetimet e nevojshme, në mënyrë që transparenca dhe e drejta e personit të mbrohen plotësisht. Ky rast ka hapur një diskutim të gjerë shoqëror për kufinë midis mbrojtjes, kujdesit social dhe abuzimit me besimin atyre që kërkojnë ndihmë.